fëmiu ende i ka 4-5 vjeç dhe ende nana e ushqen. Nëse flasim, unë flas shumë shpesh për traumat edhe për tranzicionin e prindëror të cilën ne kemi sot. Ne jemi rritur totalisht ndryshe në mënyrën se si po i rrisim ne fëmijët tonë. Dhe kjo nuk është e lehtë për neve të cilën po rrisim fëmijë, sepse ne po mundohemi të shkëputemi pi traumave të cilët i kemi marrë nga fëmijëria jonë, sepse i kemi marrë, mund të themi që s'kemi trauma, sepse mund ta konceptojmë këtë pjesën e traumave sikur diçka nuk dukemi në rregull dhe veprimet tona mund të jenë jo sociale dhe jo të rregulla, mirë po trauma nuk është kjo. Trauma sepse ne e dimë që jemi gjenerat e luftës dhe e pas luftës. Asesi nuk kemi se si të ikim depresionin të cilën e kanë pasur prindërit tonë. Dhe ne e dimë që në kohët më të hershme nuk ka qenë kaq primare që të merremi me fëmijët, ta mbështesim, ndoshta ta mbështesim nga ana emocionale, të mundohemi që të flasim gjatë gjithë kohës me të, që ai të identifikon ndjenjat, emocionet, ndoshta ne kemi çaj dhe kërkush nuk na ka marrë për bazë të çajit të rënë, mos çaj se nuk ban, shumë lloj gjanash të cilat këto kanë kaluar në traumë, të cilën ne i kemi bartur gjatë gjithë kohës, dhe tash dashëm apo nuk dashëm në disa situata po i shfaqem me fëmijët tonë. Sepse shkëputja nga traumat e prindërimit bëhet vetëm nga seanca terapeutike ose atëherë kur prindi është i vetëdijshëm që po bar trauma. Sepse na sot mundohemi të mos i bërtasim, mos i godasim natyrisht fëmijët. Mirë po prap i kemi dhe disa gjëra të cilet po i ja transmetojmë traumat të pashëruara tona fëmijëve tonë. Ne jemi rrit me idenë që nuk bën me çajt, ne jemi rrit me krahasime në mes motrës, vllaut, ky po den, ti nuk po den, ky është më i mirë, domethënë këto e kanë përdorur si nxitje. Po e kanë përdorur si nxitje që ty me të shti me bo diçka, të kanë bo krahasim me dikon brenda familjes ose me dikon tjetër jashtë familjes. Jo ti nuk den, si nxitje që fëmiu u motivu për me ditë, domethënë herën tjetër. Pastaj është edhe pjesa kur i kanë detyruar fëmijët me zor me shku me përshëndet dikon, me zor me shku me put dikon, me zor me përqaf dikon, ndërsa ditët e sotme mundohemi me minimizu këto për shkak të shumë problematikave të cilet mundet me ardhë. Dhe vetbesimi rritet atëherë kur ne lejojmë fëmijën të pavarur për me bo gjana. Atëherë kur ne ja servojmë gjithë botën fëmijës në dorë, nuk kemi duke i arritur vetbesimin. Duke ja stagnuar vetbesimin dhe vevlerësimin për veten e tij kur ai nuk din t'i bëjë gjërat. Dhe njëra pi problematikave të prindërimit në ditët e sotme është që prindi po mundohet jo vetëm t'ja jep fëmijët në dorë gjithë botën, mirë po në të njëjtën kohë po mundohet që t'ja rregullojë gjithë botën. Domethënë fëmiu ende i ka 4-5 vjeç dhe ende nana e ushqen. Domethënë për mua është diçka absurde që duhet të lejohet prej moshës 6-7 muaj fëmiu të ushqehet vetë që të rrit vetbesimin e tij. Pastaj është kur po natyrisht që po është kur fëmiu është 2 vjeç, 3 vjeç dhe ende thjesht vishet totalisht nga prindërit. Ose nuk bën zgjedhje ato të cilën ja qet prindi, ato duhet ta vesh. Ose prindërit që mundohen asnjë gotë ujë fëmiu mos shkojë ta marrë vetë dhe ta pi. Dhe kjo natyrisht që e pasivizon fëmijën dhe ai vjen në një pikë që thotë unë nuk qenga me i dobishëm për veten time dhe në këtë rast ulet edhe vetë vlerësimi përveç në rastet kur bëhet krahasime mes fëmijëve të tjerë të familjes ose në mes të fëmijëve të tjerë jashtë familjes dhe në rastet atëherë kur ne mundohemi ta nxitim fëmijën duke i thënë që ti nuk den ose ti nuk don ose diçka e tillë.